Në vend të pagës minimale 500 euro, sa kërkoi sindikata, ajo u rrit për 1.800 denar. Për një pjesë të ekspertëve, vendimi i qeverisë ishte i pritur. Branimir Jovanović nga Instituti i Vjenës thotë se qeveria as këtë rritje nuk do ta bënte, por tashmë është vendosur në ligj dhe janë të detyruar. Sipas tij, kjo do të ketë efekte negative sociale dhe do t'i godas më të varfërit. Rritja e pagës reale është ngadalësuar nga 11% para se të vijë qeveria, në 9.4% në janar. Deri në mes të vitit, rritja reale me shumë gjasa do të jetë 0, që do të ngadalësoj konsumin që ishte motori kryesor për rritje në vitet e fundit. Në kushte të krizës globale dhe luftës tregtare, kur eksporti dhe investimet pritet të ulen, nuk është reale të goditen pagat dhe konsumi. Por si zhvillohej saga për pagën minimale, në fillim të dhjetorit, kryeministri doli nga seanca e Këshillit Socioekonomik dhe tha: Но ние не сакаме да се мешаме, ќе ги оставиме тие две страни, односно и работниците и работодавачите, тие да се усогласат што е тоа кое што можат едните и другите да го прифатат. Така што ние сме во случајов страна која што е тука да фасилитира, а не да одлучува. Така што се тоа на кое што тие меѓу себе ќе го договорат, ние како страна, како влада ќе го прифатиме. Pastaj u tërhoqën antarët e komisionit për përfaqësim që duhet të caktojë se cila sindikat është reprezentative. Në moment të fundit emëruan antarë të rinj. Nuk u mbajt seancë e Këshillit Socioekonomik. Për momentin ende nuk ka sindikat përfaqësuese. Денеска ќе поминеме информација согласно законот. Мислам дека минималната плата ќе се зголеми на ниво 24.400, така е според законот. И сега немаме ние репрезентативен синдикат во Економско-социјалниот совет, се формираше комисија која што ќе утврди репрезентативноста. Се надевам дека наскоро тој што ќе биде или тие што ќе бидат репрезентативни представници на работниците, заедно со работодавачите, ќе постигнат консензус. Ние рековме, тој консензус што тие ќе го постигнат, ние ќе го почитуваме како влада. Për sindikalistët, paga minimale është kundër ligjit. Прв пат од кога е воведена минимална плата 2012 година, за минимална плата се одлучи без работниците. Me këtë nuk pajtohet zëvendës ministri. Апсолутно е законска и сметам дека понатаму е оставен простор во тој диалог социјален, каде што е трипартитен, владата, работодавачите и синдикатите, доколку се договорат овие репрезентативни синдикати, ние тоа да го испочитуваме како влада. Sipas Jovanović, tani me pagën minimale nga 24.000 denar ose më pak se 400 euro, vendi është e fundit në rajon, ndërsa para një viti printe në rajon.